e ka udhëhejt shumë keq Dranosin, deri në tash nuk ka pas asnjëherë ndërtime në Dranas, është rrugë katastrofë, as ka parqe, as ka rrugë, çdo kund si të shesh është e dëmtuar. Me 3 fjalë, ç'është kishe përshkru punën e Ramez Ladrovcit? E kisha përshkru shkatrus, dëmtues i lëgës, PDK-s, edhe e treta i kisha bo thirrje çdo njeri në komunën e Dranosit mos më qitë votatin, por e urrej për shkatrimin e Dranosit, për shkatrimin e lëgës të PDK-s. Nëse e shoh edhe herë si fiton Ramez Ladrovci, në Dranas, unë e mo nuk do t'jem në Kosovë. Unë jam Besnik Alia nga fshati Shtëtisë Komunë e Dranosit. Na të kemi pa që ti një aktivist shumë i madh i Partisë Demokratike të Kosovës, por njëkohësisht edhe një kritikues shumë i madh i qeverisjes lokale në Drenas, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës. Ramez Ladrovci e ka udhëheq shumë keq Dranosin, deri në tash nuk ka pas asnjëherë ndërtime në Drenas, deri nëse janë largu njerëz prej ato, edhe kanë shkuar nëpër fushë Kosova, Prishtinë, edhe njerëz nuk kanë punë nëpër Drenas, çdo njeri shkon punon nëpër komuna tjera. Tash, momentin si janë largu njerëz, po ndërtohen banesa shumë, ndërtesa. Po ato ndërtesa, banesa, krejt çka po shihet i kanë marrë biznesmen. Jo pronor për me jetu ato. Për me lëshu me qira, më shta jetu në kuptu. Edhe mu ka duk si shumë është të e këtë qeverisë. është rrugë katastrofë, as ka parqe, as ka rrugë, çdo kund si të shesh është e dëmtuar. Është janë njerëz ta keni po, sikum qenë rrjete sociale, grupat, është s'po di të merr. Me 3 fjalë, ç'është kishe përshkru punën e Ramez Ladrovcit? E kisha përshkru shkatrus, dëmtues i lëgës, PDK-s, edhe e treta i kisha bo thirrje çdo njeri në komunën e Dranosit mos më qitë votatina, jo veç atina, pas një njeri si e përkrah ata. A keni dëgjuar do të kandidoj prapë Ramez Ladrovci për kryetar të komunës së Drenasit? Me sa kam dëgjuar prej njerëzve, prapë do të kandidoj në logën PDK. Çka kishe pasi me ju thonë qytetarëve të Drenasit për zgjedhjet lokale që po vinë? Ju kisha bo thirrje çdo njonet kanë do, si ta votoni është në rregull shumë. A Ramez Ladrovcin nuk kam asgjë personale, as nuk e njoh personalisht, por e urrej për shkatrimin e Dranosit, për shkatrimin e lëgës të PDK-s. Se ku i ka pas intereset personale, ato u konaj. Nëse nuk ka pas personale interesa, nuk ka bo kur gjao. Edhe shumë biznise cilat i kanë përkrau. Parti tjera, a i ka dëmtu. Këto e dilë shumë, kej Dranosi. Une i kisha bo thirrje PDK-s me ditë që na ka pru në Dranas, e dirën shumë mirë PDK-s, unë jem ko përkras i mall i saj, ku më bo edhe të bime në lokalin tim personal, në fshatin Shtëtisë Komuna Dranosit Kafe Blearti, e dirën shumë mirë ata, edhe çdo herë ku më ndihmu, por edhe kësaj radhe, në qoftë se unë i shakta se unë veç jam të këshyrë kur gjë jam të vepro. As jam të qitë kur gjë kundër PDK-s, po nëse e shoh ata si bojnë koalicion me vetëvendosjen, nuk do të votaj asnjëherë. E para, edhe e dyta, Ramez Ladrovci e ka shkatru komplet Dranosin, mundësisht mos me dho mundësima. Kjo është dam për mu, nëse shëvenin tem shkatru. Se unë e jem konë Gjermani ku mjetu, e kom shu komplet Gjermanin ka marrë qytë. Tash, quhet Albin Kurti, ja jep mundësin kekut me marrë mu atër në të kuj paguisha 150 euro, tash i paguj 300 euro. Qka është tje, unë e quj ta rry me fajde. Kësaj unë e quj fajde. Pse? Mi 80 euro me pagu në doppel kilovat. Mi 120 euro me pagu 3 herë kilovat. Ta në quj kamot. Për këtë rritën si janë qëtë është protesta. Kje nuk më du këtë kur gjahiq. Se kjo vetëm një përqindje. Aja ma herët ka qenë fajde për mu. Unë e quj fajde edhe shumë të dëmtu çdo njeri në Kosovë. Bizneset si dëmbos gjithsesi. A i kera pishman që i këthy në Kosovë? Po, nëse
e shoh edhe herë si fiton Ramiz Lladrufci, Ndranas, unë mo nuk do t'jem në Kosovë. Kur do si të fiton Ndranas, do t'jem pranë Kosovë. Pa marrë parasysh, edhe nëse është i partisë të lëvizjes vetëvendosje? Kur do qoftë ka me jetu në Kosovë. Veç Ramiz Lladrufci nëse fita, nuk do t'jetaj. Edhe kundërshtarin më të madh po pranon me fitu vetëm Ramiz Lladrufci të Edhe mos jetë? kundërshtarin e madh do ta përballaj ato ja.